Sali Berisha është njeriu më trendi sot tek të rinjt. Për fatin e keq dhe të mirë. Po ju thoni që Sali Berisha është njeriu më trendi për 4 vite të ardhshme i shkon 85 vjeç? Ore, Sali Berisha aktualisht sot me datën 29 prill, është njeriu më trendi tek mosha 15, 16, 17, 18, 19, 20 deri në moshën 25. Se mos e thoni këtë dhe pastaj mas 5 vjetë thoni bëra gabim? Po është më. Jo, mos thoni... Tani çfarë them të gënjej unë që nuk është trendi Sali Berisha në opinionin e perceptimin e njerëzve? Fjala trendi është shumë e madhe, është mani, është më trendi, është njeriu që flet më hapur nga të gjithë. Është njeriu që të rinjtë pëlqejnë më shumë nga të gjithë, edhe me ato lapsuset e veta të famshme. I shkoj një 80 vjeçari lapsus. Lapsus bëjnë gjithë. Po Lulë Këbasha ka bë vetëm lapsus, se gjithë jetën e vet dhe su bë trendi, u bë meme. Është njeriu që i thon gjërat. Ai mbani mend, ai vetëm atë mesazhin që le të kishte të drejtë. Ajo fjala. Po s'ka se ky është sot. S'ka, është njeriu më stoik.